Bleona, të përshëndes, kush janë informacionet që ke sa i përket vendosjes së Tritolit dhe mbi të gjitha ka arritur policia të identifikojë autorët e këtij sulmi? Të përshëndes Salin, ndodhemi në Kamës, pikërisht aty ku në orët e para të mëngjesit është shënuar një incident pasi një lëndë plasës e Tritol ka shpërthyer pranë këtij restoranti ku ne ndodhemi. Aktualisht ngjarja ka ndodhur në fakt në orën 2:20 të mëngjesit pranë bulevardit Nën Tereza. Si pasojë e këtij shpërthimi ka patur dëme materiale në pjesën e pasme të restorantit, por edhe janë shkaktuar dëme materiale edhe në pallatin që është përballë këtij restoranti. Në restorantin është në pronësi të Klodian Muratit dhe Bernard Delezit dhe siç e shpjegova, e gjithë kjo vendosja e Tritolit ka ardhur në pjesën e pasme të biznesit nga një person i cili nuk është identifikuar ende nga ana e policisë. Kamerat e sigurisë së biznesit kanë arritur që të kapin momentin ku një person i maskuar vendos lëndën plasës dhe më pas largohet me shpejtësi. Ndërkohë policia dhe grupi hetimor ende nuk ka bërë të mundur identifikimin e këtij personi për më pas për të bërë dhe shpalljen dhe arrestimin e tij. Pronarët në fakt kanë deklaruar pranë hetuesve se nuk kanë asnjë konflikt me asnjë person dhe nuk e dinë se kush mund t'i ketë vendosur lëndën plasës, ndërkohë presin që kjo ngjarje të zbardhet në vijim nga autoritetet. Siç e shpjegova, janë shkaktuar dëme materiale edhe në pallatin përballë këtij biznesi, ndërkohë grupi hetimor ka bërë edhe të mundur sekuestrimin e pamjeve filmike të restorantit, por edhe të bizneseve përreth, ndërkohë pritet që të zbardhet më tej kjo ngjarje. Bleona, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.